Veteranët e ushtrisë qlirimtare të Kosovës sot kanë protestuar para qeverisë së Kosovës në lidhje me publikimin e listave të veteranëve të UÇK-s, si dhe me vonesat për publikimin e listave në zonën e Dugaxhinit. Aziz Morina nga komuna e Malishevës, i cili në kohën e luftës ishte pjesë e UÇK-s në zonën e Malishevës, tha se ai është shumë i pakënaqur me zhvillimet që kanë ndodhur deri më tani. Që na s'kana menu asnjë që pështuem pi lufte, edhe s'kemi dalë me liftu për me marrë pare, mjetet janë da, veti kanë afru këto sene, edhe këto ta shpizvaritin nuk pa dojnë. Ndërsa Gjevdet Qeriqi, organizatori i kësaj proteste, tha se ata nuk do të ndalen deri në publikimin e të gjitha zonave, si dhe verifikimin e të gjithë atyre që figurojnë në lista e që ka nga ata që nuk kanë qenë në luftë fare. Ka pas manipulime, kjo po vrejta në teren. Po shqeftonë që po diskutojnë se ka fryrje listat të listat e sakta, ato listat aqë veteranë. Në këtë protest morën pjesë më shumë se 100 veteranë. Për më tepër, Komisioni Qeveritar për verifikimin e veteranëve të luftës së ushtrisë qlirimtare të Kosovës ka publikuar listat për zonën e Llapit, Nerudimes, Karadakut, Shalës dhe Dugaxhinit. Ankesa për këto lista më së shumti deri më tani ka pasur në zonën e Llapit.